Gjendet në Egjipt peshkaregja shqiptare Çelepia 2. Autoritetet egjiptiane zbuluan peshkaregjën e zhdukur prej 21 qershorit gjatë orëve të mbrëmjes së të hënës në brigjet e Aleksandrisë. Pas kontrolleve, policia egjiptiane tha se nuk ka asnjë gjurmë të pengjeve apo të marinarit egjiptian, pasi brenda bordit të anijes u gjetën vetëm 3 persona me kombësi egjiptiane. Deri më tani, edhe pse ka nisur kontrollet, nuk dihet asgjë për vendodhjen e Adel Muhamet Salam dhe as të 2 shqiptarëve të marrë peng, Luan Mema dhe Edimiter Malaj. Fillimisht marinari egjiptian kërkoi 70.000 euro, e nëse kjo nuk do të plotësohej, do të mbyste anijen së bashku me 2 marinarët shqiptar. Një ditë më pas, Salam në komunikimet me SMS me pronarin shqiptar tha se anijen e ka shitur për 100.000 euro disa personave për të transportuar klandestin, ndërkohë që kishte lënë të lirë shqiptarët. Çelepia 2 u largua nga porti i Durrësit 9 ditë më parë, ndërkohë që policia kufitare e shpalli të zhdukur 4 ditë më vonë.